Superliga e basketbollit shqiptar për meshkuj ka tashmë 2 skuadra finaliste që do të përballen mes tyre për titullin kampion. Beslidhja e Lezhës dhe Teuta e Durrësit janë 2 skuadrat që do të luajnë në finale në një përballje mes tyre. Teuta Basket është skuadra e dytë finaliste e play-offit në basketbollin shqiptar për meshkuj. Djemtë e Detit arritën që të fitojnë gjysmëfinalen e katërt, të luajtur në Fier mbrëmjen e së dielës, ndeshje e cila përfundoi 69-66. Në këtë rezultat, Teuta shënoi 3-1 me ndeshjet ekipin e Apollonis, duke shkuar kështu në finale, ku më herët ka shkuar Beslidhja, që mundi vllaznin në 3 ndeshjet e luajtura. Ekipi i Teuta Basket ka luajtur një Fier, një ndeshje shumë të fortë dhe të luftuar deri në momentet e fundit. 20 minutat e para të lojës u mbyllën parazim, 37-37, ndërsa në periudhën e tretë, djemtë e Detit kanë bërë shkëputjen e madhe. Teuta Basket udhëhoqi më pas 60-54, kur ishin luajtur çereku i tretë, avantazh që djemtë arritën ta ruajnë deri në fund. Lojtarët që shkëlqyen tek Teuta ishin Morton me 19 pikë e Powell me 18 pikë.